إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Pra, vazhdojmë aty ku kemi ndalu, ishim duke folur herës tjetër për gjërat e ndaluara që ka personi gjatë ihramit. Qëndruam te pika e 5, thot shehu, Allahu rrit Sheikh Abadi, e 5-ta është që personi mashkull s'duhet i veshi gjërat e qepura. Ju thash, kjo është shprehje dietarësh, thon disa dietar ose përmendin dietar që i pari që ka përdorur këtë si shprehje është Ibrahim an-Nakhai rahimahullah prej selefëve. Ama ajo që duhet kuptoni ju, nuk është që qëllimi me këtë që çdo gjë që ka qepjen të apo ka penë të, jo, qëllimi është që mbulon një pjesë trupit. Dhe ku e kuptoni me shembull, thot, pra si kamisi thonë ose xhelabijes e gjatë, ose një pjesë të trupit si mund të jetë siruali. Siruali janë si pantallona gjëra që mund vishen poshtë xhelabijes, po mund të jenë pra deri poshtë, po mund të jenë edhe të shkurtra, siç kemi edhe që themi mbathjet. Qartë, pra nuk lejohen. Gjitha këto, kur ke haramin, nuk lejohen. Gjithashtu khuf përdoret për mestet, përdoret edhe për kpucët, gjërat lëkurat. Pra, gjithashtu çorapet, kanë atjeret e kështu me radhë. Pastaj ka përmend hadithin e Umerit radhiyallahu anhuma, që e ka pyet pra një person pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, i dërguari i Allahut, çfarë vesh muhrimi gjatë pra prej rrobave, kur është në ihram, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë nuk vesh këtë. Dhe prej këtyre ka thonë këtu wala khufein, dhe nuk vesh kpuc apo meste. Nuk i vesh. Tani thot vetëm në rast se nuk gjen shapka, atëherë ti veshi këto mestet ose kpucët dhe ti presi që t'jem poshtë kyçit. Kjo ka qenë thon dietarët, ka qenë fjala pejgamberit sallallahu alaihi wasallam në Medinë. Ama kur ka ardhur Mekë, pra thot shehu këtu, shifet si thot, kjo thot siç ka ardhur hadith. Para kësaj t'ju jap këtë dobi një herë. Thot, hyn te shapkat gjitha llojet e kpucëve që janë poshtë kyçeve. Pra, shapkat normal që ti veshësh, por se thot shehu si shapkat janë çdo lloj mesteje apo kpuce që është poshtë kyçit. Mund ta veshësh. Kjo është fjala e Sheikh Abadit, edhe shumë dietarëve të tjerë. Dhe do ju flas se Sheikhu Themini ka një mendim tjetër. Thot siç ka ardhur ky hadith. Kjo që ka ardhur këtu që të priten nëse janë sipër kyçit, ka ardhur thot fillimisht kur pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka qenë në Medinë. Ka ardhur një urdhër prej pejgamberit sallallahu alaihi wasallam që të vishen mestet apo kpucët pa u prerë, kur ai ka qenë në Arafat. Atëherë çai bi që ky urdhri i dytë ka anullu urdhrin e parë. Pra personi që nuk gjen shapka mund t'i veshi kpucët pa i prerë, pa i bërë poshtë kyçit. Kjo është tema që ta keni parasysh. Këtu t'ju lexoj se kjo është e rëndësishme, se pyesin shumë njerëz për këtë çështje. Pra, a mund veshim ne, për shembull nuk veshim shapka, po mund veshim lloje kpucësh që janë poshtë kyçit. I zbres janë poshtë kyçit. Sheikh Abadi thot po. E njëjta gjë thotë Sheikhul Islam Ibn Taymiyah rahimahullah, thot fjala më saktë është që personi mund veshi gjëra që janë poshtë kyçeve, si mund të jetë thot mestet veçanta, thot shehu. Thot qoftë kjo i gjen shapkat apo si gjen shapkat. Pra dhe në rast se gjen shapka dhe në rast se nuk gjen shapka. Mestet thot kpucët po që janë poshtë kyçit lejohet me i vesh. Njëjtën gjë thotë Sheikh Ibn Bazi Allahu më shëroft, pra personi mund t'i veshë ato që janë poshtë kyçeve, nuk ka problem sepse janë si shapkat në fjalën më të saktë dietarëve. Do thotë që çështja ka diskutim, ka khilaf. Sheikhu Themini Allahu më edhe t'ju lexoj edhe fjalë tjetër Sheikh Ibn Bazit, thotë lejohet atij që është në ihram që të veshi meste apo kpucë që janë poshtë kyçit sepse i ngjajnë shapkave. Kurse Sheikhu Themini Allahu më shëroft ka mendim tjetër, pra thot i kanë lejuar disa dietarë dhe kanë thënë nuk ka problem, por sa ajo që kuptohet nga suneti është se pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka thënë mos veshi kpucë apo meste. Më saktë është që nuk lejohet, pra
edhe nëse janë poshkyçeve. Ta dini këtë lloj diskutimi, pra që të keni parasysh që mundoheni gjithmonë vishni të jeni pra gjatë ihramit të jeni me shapka. Të jeni me shapka. Ama po e patët nevojshme ose diçka tjetër, ka ta dini edhe këtë që ka për dietarëve që përderisa kpuca apo mestja është poshtë kyçit, atëherë lejohet, qartë? Kjo është çështja e pestë që ndalohet gjatë ihramit. Tjetër çështje, për sa i përket, thotë shehu këtu, kurse për sa i përket femrës, ajo vesh rrobat e zakonshme të lejuara fetarisht. Nuk ka lidhje si mashkull, kjo është e veçantë për mashkullin. Femra do mbulohet, çka ka ndaluar femra, por se ajo nuk duhet veshit doreza tek duart e saj dhe as nikab. Hadithi i ndalimit nikabit dhe dorezave për femrën që është në ihram, transmeton Imam Buhari nga Ibn Umer radhiyallahu anhuma. Nëse ka prezencë burrash të huaj, ajo thot mund t'i mbuloj duart me rrobat e saj dhe fytyrën me shamin e saj. Pra jo me nikab, jo nikabi që është ai që e vesh femra përpara dhe nxjerr vetëm syt, qartë ose një sy ose dy sy. Kjo është ndaluar. Ama thot kur ka burra të huaj, ajo mund ta mbuloj fytyrën me shamin e saj. Gjithmonë, pra ka kundërshtim mes dietarëve se çfarë gjykimi ka mbulesa e fytyrës, ca thon obligim, ca thon është pëlqyer. Pa ka përmend hadithin e Aishës radhiyallahu anha që kur kalonin pra karavanet apo njerëzit kalonin dhe ne ishim me dërguarin e Allahut sallallahu alaihi wasallam në ihram, thot kur ata kalonin paralel me ne, krahas nesh, thot dikush prej nesh e xhilbabin e saj, rrobën e saj, pra nga koka e saj mbulonte fytyrën e saj. Kur ata kalonin, ne zbulonim fytyrën. Thot, pra pastaj shehu flet për zinxhirin e këtij hadithi. Qartë? Pra, burri i ka ndaluar këtë gjë që tham, kurse gruat ka ndaluar vetëm çështjen e nikabit dhe çështjen e dorezave. Pastaj thot, këto pesat që ne, thot Sheikh Abadi, këto pesa që ne përmendëm, kush bën diçka prej këtyre nga padituria ose harron? Nga padituria ose harron? Pa dashje mbulon kokën. Pa dashje mund të lyhet me parfum. Thot, kush bën diçka prej këtyre nga harresa ose nuk e di, nuk ka problem. Ama ai që nuk di kur të mësohet, ai që ka harruar kur të kujtohet, ti lëheqi rrobat, ta zbuloj kokën, ta pastroj parfumin, ta laj parfumin. Kurse ai që i bën qëllimisht pa nevojë, merr gjunaf dhe ka shpagim, do paguaj për këtë, do shpaguaj për këtë. Thot, kurse ai që e bën nga nevoja nuk ka gjunaf, por do bëj shpagim. Thot, kurse kush është diçka që s'ke nevojë ta bësh, si për rasti parfumi, thot, nuk ke nevojë të parfumosesh. Kush është shpagimi në këto raste? Tek ihrami, thot, shpagimi për këtë, o do therrësh një dele, një dash, ose do ushqesh 6 varfër. Thot, çdo i varfër gjys sa thamë saj kur folëm për zakatin dhe zakati fitrit, por afërsisht 3 kg. Gjys sa i bi i kile gjys. Pra 6 varfër nga 1 kg gjys që t'jesh mrena. Kjo është me zgjedhje, Pra, po bëre një nga këto gjëra që janë ndaluara, kush është shpagimi që janë gjatë ihramit? Bëre diçka për këtyre, shpagimi është o do therrësh i dele një dash, o do ushqesh 6 varfër, çdo i varfër gjysë saj, thot, ose do agjerosh 3 ditë. Kjo është me zgjedhje. Ti mund zgjedhësh. Ka përmend ajetin e surës Bekara, "Faman kana minkum maridan aw bihi adhan min ra'sihi, fa fidyatun min siyamin aw sadaqatin aw nusuk." Kush është prej jush smur ose ka shqetësime në kokën e tij, thot, atëherë do të shpaguaj agjërim, sadaka ose therrje kurbani. Thot, kjo që ka ardhur në jetë e ka sqaruar suneti pejgamberit sallallahu alaihi wasallam në hadithin e Ka'b ibn Ujra, kishte probleme në kokën e tij. Sheikh Uthaymin e komenton dhe thot, pra, nga që ka kaluar kohë gjatë, pra me smundje dhe kur nga që ka qenë smur, nuk është la dot, kam pas gjona në kokë. Dhe ku ka ardhur te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, pra i kuptohet insekteve, se s'po them fjalën, pra ka pas shqetësime në kokë dhe e urdhëroi pejgamberi sallallahu alaihi wasallam që ta ruante kokën e tij. Pra i hoqi flokët çfarë? Nga nevoja, nga që ishte smur. E urdhëroi pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ta ruante
kokën e tij, pra thronte flokët dhe thosh çfarë si domethënë ajetin se komentoi, o të thërë një dele, o të ushqej 6 varfër, çdo i varfër ka nisë sa, gjysmën e saj, ose ta gjëroj 3 ditë, transmeton Buhari dhe Muslim. Thot, kjo ka ardhur në Kur'an, pra ky shpagim ka ardhur në Kur'an dhe Sunet për atë që ruan flokët e tij. Ja bashkangjisim këto tjerat. Ja bashkangjisim këto tjerat. Si ja bashkangjisim? Me ça? Me qiyas, me krahasim, me analogji. Qartë, me analogji. Ju lexoj një fjalë të Sheikh Uthayminit, Allahu më shërof. Thot, fjala më e saktë se ka kundërshtim këtu mes dietarëve të këto. Fjala më e saktë se ai që vepron diçka nga këto të ndaluara. Ti keni parasysh këto gjëra, se mund të ndodhin gjatë ihramit, diçka prej këtyre, ta dini edhe si është shpagimi. Pra ta dini kur merrni gjunaf, kur nuk merrni gjunaf, po keni shpagim, ti keni parasysh këto. Fjala më e saktë është se personi që bën diçka nga këto të ndaluara të gjitha, ngjojeni të gjitha. Thot ka 3 gjendje. E para, që ti bëj pa justifikim fetar, pa nevojë. Ky person është gjunafçar, po ti po kundërshtove kështu me dashje pasi lloj shkaku, je gjunafçar, ë? Thot dhe tjetra, do të bësh atë që do të bësh shpagimin. E dyta, ta bësh nga nevoja. E bën qëllimisht, po nga që ke nevojë. Edhe këtu, pra nuk ke gjunaf, ama çfarë? Ti do bësh shpagimin. Do bësh shpagimin. Ka përmend pra çështjen e ruajtjes kokës, ka përmend argumenti që unë përmend më para. Pastaj ka thënë, për shembull, marrim një shembull që mund të jetë i rrallë, nëse personi thot ka nevojë që të veshë diçka nga e ftohti i madh, mund të ketë nevojë me vesh kanatiere, ose mund veshë atë kamisin, atë rrobën e gjatë, si themi në xhelabie. Thot, atëherë në këtë rast ka shpagim, megjithëse kjo ndodh rrallë. Pastaj ka fol për sa i përket ushtarëve, ushtrisë etj. Me radhë, kjo është çështje tjetër që ata mund të rrinë me rrobat e tyre pa bërë shpagim, sepse njerëzit normal si do vendoset rregulli, nëse ata do jenë me ihram, çështje tjetër, nuk po flasim për këtë. Pastaj thot, çështja ose pjesa e tretë, një person që e bën me justifikim, është justifikuar nga padituria, nga harresa, ose nga imponimi. Medhebi, pra medhebi Imam Ahmedit, medhebi Hambeli, ka dallim mes tyre. Ca mund ke shpagim, të ca s'ke shpagim, por se fjala më e saktë është se gjitha nuk kanë shpagim. Rastin e paditurisë, rastin e ignorancës, rastin e imponimit. Njëjtën gjë kemi thënë maniment kur kemi folë te çështja e agjërimit. Hënge dhe pive nga harresa, e prish agjërimin me diçka që ti se di që e prish, të jam rradh, kujtoni çështjen e agjërimit. E njëjta gjë edhe këtu. Fjala më e saktë është se gjitha këto nuk kanë pra bien, thot dhe se personi është justifikuar nga padituria, nga harresa, nga imponimi, po bërja i diçka nuk vjen si pasojë e veprës tij asgjë, as marrëdhëniet intime, do thotë që këtu ka hilaf, pra dhe po bën marrëdhënie intime thot nga harresa, nuk ke gjë, as rastin e gjuetis, as rastin kur prethojnë, as kur vesh tor, etj. Me radhë. Dhe kështu është tek gjitha adhurimet. Ju përmenda shembull kë agjërimin. Vazhdojmë te tjetra. Çështja e 6 që është ndaluar është që të vrasësh, vrasja e gjahut toksor. Bësh gjueti pra në tokë. Këtu do me thënë kush përjashtohet? Gjërat e detit. Nëse peshkon etj. Të jo, këtu është gjahu toksor. Ka përmend ajetin ajeti surës Maide 95, ja ju ledhina amenu la taqtulu sayda wa antum hurum. O ju cilë keni besuar, mos zhboni gjueti kur jeni në ihram. Është ajeti i qartë, i kuptueshëm, o ju cilë keni besuar, mos zhboni gjueti kur jeni në ihram. Gjithashtu te ajeti 96 i surës Maide thot wa hurrima aleikum saydul barri ma dumtum huruma. Ju është ndaluar gjuetia toksore përderisa jeni në ihram. Ajeti tjetër wa idha halaltum fastadu. Pra kur jeni halal, e kuptuat pra fjala halal këtu je në hil, mbasi ishe në ihram, mbarove je halal, pra tu lejuan gjërat që kisha ndaluar në ihram, atëherë boni gjueti. Sura Maide ajeti 2. Pra këto ajete tregojnë se personi që është në ihram, nga momenti që hyn në ihram, në haxh apo në umre, derisa të bëhet halal, e ka obligim që është i ndaluar që mos të bëjë gjueti kafshëve toksore. Madje nuk i lejohet ta ndihmoj gjuetarin, megjithëse duke bëti gjueti është gjuetar dikush tjetër. Nuk lejohet ta ndihmosh, nuk lejohet dhe ta çfarë t'ja bësh me shenjë që shive ku e ke gjahun
në gjitha këto janë ndaluara. Pra as ta ndihmosh, as ta orientosh atë apo me shenjë. Gjitha janë ndaluara. Thot, pra ka ardhur hadithi e Abu Katades radhiyallahu an se ai ka qenë me disa prej sahabëve në një udhtim, ishin gjithë me ihram, ndërkohë që Abu Katade nuk ishte me ihram, pa një antilop dhe Abu Katade radhiyallahu an e goditi atë, hëngën prej kësaj, thot pastaj than apo ham ne nga ky gjë, ndërkohë që ne jemi me ihram, morëm thot prej mishit saj dhe e pyetëm pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. I thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, a ndihmoi dikush prej jush? A e orientoi, a boni me shenjë dikush prej jush? I thanë jo. Atëherë hani atë që ka ngel prej mishit. Qartë? Hadithin thotë transmeton Imam Buhari dhe Muslim, Allahu i mëshiroft. Ktu ka ardhi hadith tjetër tani, që u sqaroj që të kuptoni hadithet kur i ngjoni kur bën. Ka ardhi hadith tjetër, nga Sahabi ibn Juthama radhiyallahu an, që kur ai ka bë gjuhëti, ka ardhja ka sjell gjahun pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ta haj, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e ka refuzuar. Dhe normal që ai u shqetësu nga refuzimi i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ja tregoi shkakun që pse refuzoi, duke i thënë që ne jemi në ihram. Si është bashkimi mes këtyre dy haditheve? Thotë Sheikh Uthemini Allahu më shëroft, bashkimi mes këtyre dy haditheve, Sabi ibn Juthame që e ka refuzuar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, dhe te Abu Katade çfarë këtu e shihni që i tha që hani, thotë çfarë se Abu Katade radhiyallahu an ka bë gjuhëti për veten e tij, kurse Sabi ibn Juthame e bëri gjuhëtin për shkak të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, që t'ja japi pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Pra thot ka dallim që gjuhëtari diçka ta bëj gjuhëti për veten e tij, dhe ka dallim mes atij që e bën gjuhëti që t'ja japi atij që është në ihram. Thot ky është pra dallimi mes të dyve. Thot, ne kemi përmendur edhe herë tjera këtë. Çfarë thon dietarët kur janë dy argumente? Më parsore është që të bashkojmë të dy argumente, apo themi që i pari anullon tjetrin, ai që ka më mbrapa anullon atë që ka më përpara? Thon dietarët, më mend rregulli është që bashkimi mes dy argumenteve është më parsor se sa të japim çfarë? Të japim përparësi një argumenti para tjetrit. Qartë? Prandaj thot shehu, ky bashkim është më parsor se sa themi ka anullim, sepse disa dietar kanë thënë që hadithi Sabit e anullon hadithin e Abu Katades se ka ardhur më mbrapa dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ja ka refuzuar duke i thënë që ne jemi me ihram. Pra, hadithi i refuzimit thonë sa dietar është më mbrapa. I bi që ti mos pranosh fare. Kurse shehu pra ka hec, pra duke i bashku këto argumente, duke thënë që nëse gjuhëtari bën gjah për ty që jeni ihram, nuk lejohet. Nëse ai bën për vete, e bëni gjuhëtin për vete, pastaj ti jep dhe ty, këtë rast lejohet. Bashkim mes dy haditheve. Qartë? Tjetër, tani po bëni gjuhëti, qa shpagimi ka? Çfarë shlyere ka? Thot Allahu xhallahu ala në librin e tij e ka sqaruar shpagimin e atij që bën gjuhëti, qëllimisht. Pra, nëse një person vret një gjah dhe ai ka të njëjtë të ngjashëm, pra të ka të ngjashmën prej kafshëve, pra baktive, timta apo trasha, pra ka të ngjashme ose mirë e ngjashme, domethënë, ky person o do theri të ngjashmen në harem, kufit e haremit dhe do ta japi sadaka dhe nuk do haj fare prej saj, ose do bëj një prollogaritje me ushqim, çdo pra fukaraj do japi gjysmë saj, ose do bëj thot agjërim me ditët sa janë ditë, pra me sa miskina ushqen do i agjëroj. Normal doni pak sqarim këtu. Për shembull t'ju japi shembull këtu. Për shembull, disa prej kafshëve si i kanë ardhur prej sahabëve, kush është e ngjashme. Për shembull, nëse personi vret plumbin, vret një plumb. Ta keni parasysh se ka plumba shumë atje? Edhe t'ju them diçka, kur e kam pyetur Shebin Bazin, i kanë thënë që a kanë një veçori plumbat e Mekës dhe Medinës, sepse njerëzit thonë lloj gjëra, është veçanti që plumbat Medine kanë kështu apo plumbat Mekë kanë kështu, hapen fjalët e njerëzit e kanë pyetur Shebin Bazin, a mos janë veçantë plumbat Mekë dhe Medine? Thot Allahu më shëroft, nuk kanë veçanti thot plumbat thot as Mekë dhe as Medine.
Ajo që është e veçantë është që s'duhet bëhen gjuheti dhe as mos tremben. As mos tremben. Të duhet me pas kujdes. Do shta fëmijët janë vegjël, po duhet me mësu që mos me i trem plumbat atje. Qartë. Këtë ta keni parasysh. Tani, nëse personi vret një plumb, qa shpagimi ka? Kush është ajo? Pra, dietarët çka kanë thënë? Kush i ngja prej këtyre kafshëve baktive timta apo trasha plumbit? Kanë thënë, thot po vrave plumb, ke dele. Ke do bë dele apo dash. Qartë? Prandaj, si e bën llogaria thot shehu? Nëse ai person, shehu themini, nëse personi është një haram vret një plumb, atëherë ne do i themi, ti je në zgjedhje, o do therrësh një dele dhe do japësh sadaka fukareve të haremit, ose do e përllogaritësh këtë dele me sa lek bën dhe do japësh ushqim, jo lek, mos zgjedh lek thot, do japësh ushqim ose do bësh i përllogaritje me çështjen e agjërimit. Qartë? Pra ta kesh parasysh që gjuhëtia është diçka pra e ndaluar dhe ka këtë lloj shpagimi. Disa, pra Sheikhul Islam Ibn Qudama rahimahullah, thot kanë përmend prej sahabëve nga Umeri, nga Uthmani, nga Aliu, nga Zaid ibn Thabit, nga Ibn Umeri, nga Ibn Abbasi, nga Ibn Zubair radhiyallahu anhuma, që ata kanë gjykuar të çështjet e se kur ti bën gjuhëti, për shembull kanë thënë, thot, kanë gjykuar se nëse vret strucin ke një deve ose një lop. Nëse vret zebrën, atëherë ke një lop. Nëse vret drerin ke një lop, nëse vret antilopën ke një lop. Pra shife kanë dhënë shembuj, po bërë këtë vrave këtë, do ta shlysh me këtë. Nga ka ardhur ky gjykim? Në gjuhë sahabët që kanë përmend këtë gjykim radhiyallahu anhum wa ardahum. Qartë, kjo është çështja e gjahut. Tjetër që ka thënë shehu këtu, për sa i përket shlyerjes këtu, shlyerja në rastin e gjahut, shpagimi është për atë që e bën qëllimisht, jo atë që harron, jo atë që e bën gabimisht. Thot kjo është ajo që kuptohet prej ajetit dhe kjo është fjala e shehut ton Sheikh Bin Bazit dhe e shehut ton Muhammed Emin Shenkitit, Allahu i mëshiroft gjithë. Gjithashtu e Sheikh Sadit, gjithashtu e ngjuta edhe Sheikh e kujt shehu? Shehu Theminit, madje shehu tha për gjitha hyn edhe çështja e gjahut. Kurse tani kalojmë nga i grat, po t'jepi dobi tjetër. Çështja këtu tham kur jeni haram. Ama sajdi gjahu që është në kufit e haremit, pra ka kufi haremi, edhe në Mekë dhe në Medinë. Ne tham, kur je jashtë tyre kufive, kur je në ihram, nuk lejohet bësh gjuhëti. Kurse për sa i përket gjahut që është kufit e haremit, thot shehu, kurse gjahu i haremit është ndaluar si për atë që është në ihram, si për atë që s'është në ihram. Madje është ndaluar dhe ta trembësh. Gjithashtu është ndaluar që ti të presësh pemët, bimët, që çfarë ka dash Allahu xhelalu ala që ato mbin, pra i ka bërë Allahu që të mbin dhe nuk i kanë mbjellur njerëzit. Ka përmend hadithe, gjithashtu dhe haremi i Medinës nuk lejohet, pra që të presësh edhe bimët që i ka bërë të mbi Allahu xhelalu ala. Madje gjëja e humbur nuk lejohet këto dy hareme që të merret, vetëse nëse dikush do të informojë të hapi lajmin për të. Thot, pse? Sepse njerëzit vijnë vazhdimisht për kohë gjata edhe mas viteve dhe ta gjejnë atë gjën e gjetur. Ktu ka thënë, pra ka bë këshill shehu, edhe elhamdulillah ka kjo ekziston, është mirë thot që çdo si në Mekë, si në Medinë, ketë një vend besueshëm që të marrë dhe të pranojë gjërat e humbura, që t'i ruaj dhe t'ja dorëzoj njerëzve që i kanë pronarve të vet. Thot, shive, pra urtësia, Allahu alam që thot shehu, kur Allahu xhallahu ala ka ndaluar që të bëhet gjuhëti në harem, pra që të bëhet gjuhëti kafshët e haremit, atë pse se ka bërë këtë vend sigurt, gjithashtu ka ndaluar që atyre t'i prihet ushqimi. Pra bimët, ato që ka thënë Allahu xhallahu ala që të mbin, që i ka mbi Allahu xhallahu ala, pra si ka ndaluar që ti mos ta bësh gjuhëti këtë kafshë, ka ndaluar dhe ti prishësh ushqimin kafshës t'ja shkulësh. Qartë? Dhe e para fundit, e shtata, e teta dhe nënta janë bashk, e shtata thot që të bësh martes, pra të kryesh aktin e martesës, kur je në ihram, është ndaluar, qofshti bashortja, ose kujdestari, gjitha këto janë ndaluara, qofshtin të ky akt,
Gjithashtu që të kërkosh dorën, pra të kërkosh dorën për martesë. Gjitha këto janë të ndaluar gjatë ihramit. Ka përmend hadithin që ka thënë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam që nuk lejohet kjo gjë, thotë dhe nëse ndodh ky akt martese, thotë nga personi që është në ihram, nuk është akti i sakt, ky akt martese nuk është i sakt, thotë nëse ti do që të vazhdoj kjo martesë, atëherë ripërtërite, bëj edhe një herë aktin e martesës. Dhe dy të fundit, pra 8 dhe 9 që janë bashkë, ne i përmendëm sidomos mësimin e parë, pra marrëdhëniet intime dhe pra ato kontaktet para marrëdhënieve intime, pra përmend ajetin pra e surës Bekara 197, fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj, pra nuk ka marrëdhënie intime dhe gjëra që e paraprin atë, as dalje nga bindja Allahut, këtu hyn në bidatet dhe as debat gjatë haxhit, Bekara 197. Hyn te fjala rafath që është përmend këtu, pra kënaqësia me gratë, si me marrëdhënie intime ose ato prekjet, ledhatime të tjera me radhë, gjitha ato që janë përpara. Gjithashtu hyn aty fjalët e këqija ose veprat e këqija, hyn te fusuku, te fisku, gjitha gjunafet, ju thash, ju lexova fjalë Sheikh Rabi's bidatet. Gjithashtu debati i ndaluar është debati i kot, që vjen si pasojë e tij urrëtia, armiqësia. Kurse debati që pra në formën më të mirë që të shfaqet e vërteta, nuk ka problem, madje është i urdhëruar. Mirë, po ndodhi marrëdhënia intime, çfarë ndodh? Nëse personi e bën këtë gjë, çfarë ndodh? Thotë shehu, është pra transmetuar këtu ka ardhur gjykimi nga sahabët radhiyallahu anhu. Siç thamë që kanë gjykuar nëse vret këtë prej gjahut ke këtë, edhe këtu kanë gjykuar sahabët radhiyallahu anhum. Një person ka ardhur Abdullah ibn Amr, pra ibn As radhiyallahu anhuma, e ka pyet që nëse ka një person ka qenë në ihram dhe ka bërë marrëdhënie intime me gruan e tij. Ai e ka orientuar, thotë, shko te Abdullah ibn Umer radhiyallahu anhuma. Shko tek ai dhe pyete. E kështu me radh, pastaj kanë shkuar te Ibn Abasi, kanë thënë shko te Ibn Abasi. Dhe fjala e gjithë tyre sahabëve, thotë shehu, pra është e theri gjatë, unë do ja u përmbledh, pra ky transmetim thotë është i saktë. Ka rënë dakord këtu Abdullah ibn Amri, Abdullah ibn Abasi, Abdullah ibn Umeri radhiyallahu anhum, se personit i prishet haxhi. Haxhin e ka të prishur. Duhet vazhdojnë duhet bëj haxh vitin tjetër dhe çfarë duhet theri o një deve o një lop. Çife ça pasojë shka po bën marrëdhënie intime gjatë ihram. Pra në haxh. Thot, pra fjala e tyre e sahabëve që dil me njerëzit dhe bëj siç bëjnë ata tregon se këto marrëdhënie intime ka ndodhur gjatë ihramit para tahallul al-awwal. Kjo fjala tahallul al-awwal do pak punë që ta kupton. Sepse nuk i kemi shpjeguar akoma ato të tjerat. Personi që është në ihram, pra gjatë haxhit, tham që ai që ka bërë tamattu edhe umre është pra lejuar, si më thon ka bërë ato gjërat e lejuara mbas umrës, pastaj ka ardhur dita e 8, ka fillu haxhin, ose ai që është qarin, që ju tham që ai nuk ka vjen pra nga Medina, siç ka bërë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, ai nuk ka të lejuar pra që bëhet halal mbas umrës. Gjithashtu ai që ka ifrad, që ka vetëm haxh, këta do rrinë me ihramin e tyre, dy pra ai që është qarin dhe ai që ka ifrad. Kurse mund të metë në normal nga data 8 deri kur është ky tahallul awwal që ty të lejohen gjërat e ndaluara gjatë ihramit përveç marrëdhënieve intime, thon shumë dietar kur ti do gjush gurët ditën e Baromit. Momenti që ti gjuh gurët ditën e Baromit, ky quhet tahallul awwal, tu bë lejesa e parë. Pra që ty të lejohen gjitha gjërat që kishin ndaluar gjatë ihramit përveç marrëdhënie intime. Ca dietar thon vetëm po gjujt e gurët. Disa dietar thon që do bësh 2 nga 3 gjëra ditën e Baromit, sepse gjërat që bëhen ditën e Baromit janë goditja e gurëve, 7 herë. Ju thash që janë 3, pra e afërta nga xhamia ose e vogla, e mesmja dhe e madhja. Ditën e Kurban Bayramit i gjuan vetëm të madhen. Me 7 gurë, Allahu Ekber i gjuan. Momenti që bën këtë, të shumë dietar thonë që ty të është lejuar ke bë lejimin e parë. Ca tjerë thonë do bësh 2 nga 3 gjëra. Pra, do gjuash atë ditë gjuan gurët, atë ditë prehen apo ruan flokët,
atë ditë bëhet tawafi haxhit dhe sa'i i haxhit. Gjithashtu dhe kurbani, po thot kurbani s'ka lidhje këtu se jo të gjithë haxhit bëjnë kurban. Kush nuk bën kurban? Ai që bë vetëm haxhin. Atëherë thot, ne sa kemi këtu? Kemi goditjen e gurve, kemi rrujtjen apo qethen e flokëve, kemi dhe tawafin e haxhit. Po bëne 2 nga këto të treja, atëherë ti të shlejuar lejimi i parë. Kurse sa dietar ju thash, edhe normal që kanë argument, Sheikh Albani siç do vi, thot, po i gjujt e gurët, ti bëne çfarë? Ke atë lejimin e parë. Po i bëne tani këto të gjitha, ke dhe lejimin e dytë, pra të lejohen dhe marrëdhëniet intime. Pyetja për këtyre sahabë, ku ka ardhur? Kur ka bo marrëdhënie intime para se të gjuhej gur ditën e Baromit. Kjo është ai gjykim për këtë është. Prishet haxhi, do vazhdosh, pra megjithëse të shprish, do vazhdosh, do ta krysh haxhin vitin tjetër, këtu kanë diskutuar. Vetëm rastin kur e ke haxhin e Islamit apo edhe nëse ke bë haxhin do vish prap, si dënim për këtë që bone, dhe tjetra ke bedene, nuk ke idele, ke bedene zakonisht i thon deves ose lopës. Qartë, prandaj thot Sheikh Udhaymini ngjoni çfarë thot Allahu më shëroft, thot, pra këtu kemi ne 5 gjëra që e para thot ti merr gjunaf, duhet pendohesh. E dyta të shprish adhurimi, nuk quhet adhurimi i saktë. E treta e ke obligim të vazhdosh, ta plotësosh. E katërta ta shlysh vitin që vjen pa u vënu. E pesta që është një lop, një deve ose një lop. Shifë qa pasojash vjen nga kjo. Qartë. Pra, Shehu thot, nëse marrëdhëniet intime bëhen para lejimit të parë, pra është ky gjykim. Kjo deve që do theret, kjo lop që do theret, do i çfarë? Do i ndahet fukareve të haremit. Mirë, po nëse marrëdhëniet intime ndodhin pas lejimit të parë, haxhi nuk të prishet, por se duhet therrësh një dele. Ky është haxhi. Para lejimit të parë, ke këto që u tham nga sahabët. Pas lejimit të parë, edhe këtu nuk ke si rastin e parë, haxhin e ke të saktë, por se duhet ta shlysh duke therrë një dele apo një dash. Mirë, te çështja e umrës. Nëse në umre bën marrëdhënie intime para sajit ose para tawafit, të prishet umra, do ta vazhdosh ashtu të prishur dhe do vish do bësh një umre tjetër. Nga mikati që ke bë umrën e parë dhe do ke shlyerje, është një dele që ja ndan fukarëve të haremit. Nëse e bën këtë gjë pas sajit dhe para se të ruash ose qetësh flokët, umra nuk të prishet dhe duhet therrësh një dele. Shife gjitha sqarimet se çfarë bën kur ndodhin marrëdhëniet intime para kësaj ose pas kësaj, qartë. Kjo është për sa i përket marrëdhënieve intime dhe kjo është gjëja e fundit nga gjërat e pra ndaluara gjatë ihramit. Shehu pastaj ka dhënë cilësinë e umrës dhe të haxhit. Në përgjithësi ne do vazhdojmë tek detajet. Thotë, kur muslimani, pra i sqaruam dhe gjërat e ndaluara gjatë ihramit, tani po fillojmë detajet nga momenti që fillon ihramin derisa të mbyllësh haxhin. Thotë Allahu e rujt, kur muslimani do të bëj umre apo haxh, udhimi i tij është me makinë, te vendet e afërme, pra tek mikatet, tek ato vendet e caktuara, siç është Medina, atëherë personi mund të përgatitet për ihramin në shtëpinë e tij. Mund të bëjë ai gjërat që ka nevojë, si prerja e thonjve, shkurtimi i mustaqeve, ruajtja e organit intim, heqja e çimeve të sqetullave, larja për ihramin, parfumosja, veshja e izarit dhe ridas, atyre 2 veshjave që vishen. Pastaj thot, të bëj ihram në vendin e caktuar, kur këtu e para. E dyta, nëse ihrami është pasi kanë hyrë 10 ditët e Dhulhixhes dhe ai do të bëj kurban, atëherë mos të marri prej qimeve dhe thonjve ti asgjë. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam është transmetuar nga Ummu Selema radhiyallahu anha se ka thënë, kur shihni hënën e Dhulhixhes dhe dikush prej jush do të bëj kurban, mos i preki qimet e tij dhe as thonjt e tij. Transmeton Muslimi. Nuk hyn te kjo shkurtimi i flokëve,
pasi ti ke mbaruar umrën gjatë 10 ditëve, sepse kjo është obligim prej obligimeve të umrës. Ja t'ja u lexoj këtë fjalën e Shejk Albanit, pastaj ju shpjegoj, pra që të kuptoni. Thotë Shejk Albani, Allahu mëshiroft, ai mund ta veshi ihramin para se të arrisin mikat, edhe në shtëpinë e tij, siç e ka bërë dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam dhe sahabët. Kjo është lehtësim për ata që bëjnë haxh duke ardhur me avion dhe nuk mund ta veshin ihramin mikat në vendin e caktuar. I lejohet atyre që të hipin në avion me ihram, por se njetin nuk do ta bëjnë vetëse pak para mikatit, që mos t'i iki atyre mikatit duke qenë pra ata se s'kan bërë akoma ihramin. Qartë, po ti mund ta veshësh atë ihramin edhe para se të arrish mikat. Gjithçështja është tek njeti. Njetin do ta bësh te vendi i caktuar. Kjo e para. E dyta, kjo puna e kurbanit. Çështja e kurbanit. E kam pyetur Shehu Theminin Allahu më shërofti, kanë thënë, haxhiu a mund bëj kurban? Thotë Shehu, haxhiu nuk ka kurban. Haxhiu, do me thonë, keni parasysh arabisht, kemi dy fjalë. Kemi udhhiya dhe hedi. Ne kemi thënë, kur themi në shqip kurban, e kemi për kurbanin e Bayramit, qartë, por sa arabisht kemi dy fjalë. Kurbani i Bayramit quhet udhhiya, që bën muslimanët gjithë ne. Kurse kurbani për haxhit, për ata që kanë tamattu dhe qiran, ai quhet hedi. Prandaj ne tani në gjuhën shqipe çfarë themi? Themi kurbani i Bayramit për ne dhe kurbani i haxhive. Qartë. Prandaj shehun e pyesin për kur shehu dhe minin për kë pyesin? Për kurbanin e njerëzve, kurbanin e Bayramit. Mund bëj thot haxhiu kështu? Kurban? Thot shehu, Allahu më shëroft, haxhiu thot nuk bën kurban, pra kurbanin e Bayramit, por sa i ka hedin, ka atë kurbanin e haxhit. Thot se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ku kanë qenë haxh nuk ka bë kurban, pra kurban Bayrami. Thot por sa i ka bë këtë hedin, kurbanin e haxhit. Por se nëse supozojmë se haxhiu është vetëm, nuk e ka familjen me vete, familjen e ka lënë vendin e tij. Atëherë thot, nëse haxhiu është duke bë haxh vetëm, familjen e tij e ka lënë vendin e tij, atëherë normal që do i le familjarëve çfarë? Mund t'i le atyre lek që kur të vi dita, ata të blejnë kurbanin e Bayramit dhe ta therin. Qartë? Këtu tani në këtë rast, ky do çfarë? Vjen kjo fjala e shehut këtu, që çfarë? Ti nuk do presësh, nuk do heqësh thonjë. Këto ti mundosh ti bësh para se ty 10 ditë, nuk do heqësh thonjë dhe nuk do heqësh, nuk do presësh thonjë dhe nuk do heqësh qi. Përveç çfarë? Po thot shehu këtu, përveç flokëve. Flokët mbas umrës, çfarë? Janë prej, pra është obligim, është obligim. Edhe kjo çështje u sqaroj inshallah. Jemi thot te çështja e ihramit. Tham fillim, pra ne tham që kemi diçka që është obligim dhe kemi diçka që është shtyllë, ajo. Ihrami thëm është njeti i hyrjes në adhurim. Dhe ky çast është shtyllë. Dhe që ky njet bëhet e vendit caktuar është obligim. Qartë? Thot, ihrami është pra njeti i hyrjes në adhurim. Personi nuk është në ihram vetëse duke pas njetin. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë veprat sipas njetit. Kurse ai person që vesh rrobat izari dhe ridan, ato dy rrobat pa njet, nuk është në ihram. Nuk është në ihram. Prandaj personi nëse do të bëj tamattu, atëherë ka njet umrën. Nëse do të bëj ifrat vetëm haxhin, ka njet haxhin. Nëse do të bëj qiran, do të ketë njet edhe haxhin edhe umrën. Edhe kjo është e rëndësishme. Pra ti kur do bësh tamattu, çfarë njeti ken mikat? Njet për umrë. Personi që ka qiran, siç ka bë haxh kush? Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka njet edhe umrë edhe haxh. Personi që ka vetëm ifrad, ai është i qartë, ai ka njet vetëm haxh, ka njet vetëm haxhin. Thot. Pastaj këtu e thot, pra e ka njet, thot dhe fjalën lebejke umratan au lebejke haxhan au lebejke umratan wa haxhan, pra do thot personi lebejke umra ose lebejke Allahumma umra, jam përgjigjë Allah me umra. Këtë do e thush kur bë umre gjatë vitit, gjithmonë kur bë umre gjatë vitit do thosh të fjalë lebejke umra ose lebejke Allahumma umra. Gjithashtu do thot kur ke haxhin tamattu. Lebejke umratan wa haxhan, jam përgjigj me umre dhe me haxh, kush e bë këtë? Ai që është qiran.
Kurse ai që është në Fraci thot, të jam përgjigjë Allah lebek Allahumma hajjan. Të jam përgjigjë Allah me hajj ose lebek hajjan. Qartë? Thot, ka ardhur hadithi e Enesit radhiyallahu an, kam dëgjuar dërguarin Allah sallallahu alaihi wasallam që tha lebek umratan wa hajjan. Pra sa ai ka qenë qiran, qari. Gjithashtu ose thot lebek Allahumma umran, au lebek Allahumma hajjan, au lebek Allahumma umratan wa hajjan. Qartë? Pastaj thot nuk lejohet kjo fjala, për shkak kjo që ka ardhur, mos marrë dikush thot që lejohet çat vit bësh niyetin thot për çfarë? Për tawaf, për sa'i, për namaz, për zakat, se kjo s'ka ardhur nga suneti i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Dhe nëse do ishte diçka e mirë, do ta kishin bërë para ne sahabët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe selefët e këtij umeti. Kjo është çështja. Ktu tani është çështja e një kushti. Është pra personi mund të bëjë një kusht këtu, quhet kusht. Si mund thosh këtu? Thot shehu këtu, Sheh Albani Allah më shëroft. Nëse personi gjatë telbijes dhe kusht, pra që nga frika se mos i ndodh diçka, si smundje apo një lloj frike, thot ka ardhur nga mësimi i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam që ti të thuash Allahumma mahilli, gjoni këtë fjalën, pra kur ta ngjoni të regjistruar, ta fiksoni këtë, Allahumma mahilli haythu habastani. Personi kur është i smur, kur ka frikë, pra se mund t'i ndodhi diçka tjera. Frika këtu në këtë rast ka qenë edhe çështja në atë kohën e pejgamberit ka pas lufta tjera më radh. Qartë, do vim edhe çështja e grave, pra mund thot këtë fjalë Allahumma mahilli haythu habastani. Ose dietar thon, këtë dietar përmendin, in habasani habis fa mahilli haythu habastani. Që do thot, nëse më ndodh një pengesë që un mos ta plotësoj adhurimin tim, atëherë un bëhem halal nga ihrami im. Pra që do thot? Që personi ndodhi kjo pengesa, në atë moment e le umrën. Del dhe nuk ka asnjë lloj pasoja, asnjë lloj shpagimi, asnjë lloj gjë. Ama umrën s'e ke, kuptohet? Se dole nga umra. Ama dole nga umra pas asnjë lloj shpagimi. Sepse ka raste kur ty të pengojnë. Pejgamberi sa kur e pengun, kur iku e pengun mushrikët, kurbanat çaboni, kurbani që kishte i theri, flokët çaboni i rujt. Ama kur vekte si kusht, çfarë? Po ndodhi diçka, nuk ke asnjë lloj, pra shpagimi, as gjuna, as shpagim, as gjë. Qartë, thot shehu këtu, dobia e këtij kushti është se personi kur nuk ka mundësi ta kryejë haxhin apo umrën për shkak të smundjes apo për shkak një aksidenti, Allahu na rrit, mund ndodhi, thot shkak një aksidenti ose pengohet, e pengojnë që të vazhdojë. Atëherë ky person bëhet halal nga ihrami i tij dhe s'ka asnjë lloj pra shpagimi, asnjë lloj gjëje. Ktu çik të çështja flasim pak për çështjen e grave këtu. Mund të thotë shehu këtu te çështja frikës. Thot shehu themini Allah më shëroft. Mund të thosh te çështja frikës, pra që të hy edhe gruaja që është shtatzan dhe pret, pra që të lindi, mund të jetë lehon, apo çështja e zakoneve, thot po, nuk ka dyshim. Pra gruaja që friksohet për këtë gjë, mund ta bëj këtë kusht. Mund ta bëj këtë kusht. Thot, sepse femra nëse i vjen lehona, është lehon, pra lind, nuk ka mundësi ajo ta kryej çfarë këtë adhurim, sepse çështja ose periudha që do i zgjasë asaj është lehona sari, zakonisht për shembull 40 ditë. Nuk ka ajo çfarë, nuk e plotson dot. Ikën, maron haxhi, ikën. Ose nëse është umre ditë caktuara, i vjen koha me u kthy, atëherë ç'a bën? Bën këtë si kusht. Kjo është femra që është lehon. Ose gjithashtu thot femra që është me zakone. Nëse familjarët e saj ose ata që janë shoqëruar me të, nuk do të qëndrojnë me të derisa të pastrohet, pra për pak ditë. Pastrimi i saj do të çfarë? Do ditë. Atëherë thot mund ta vë këtë si kusht. Allahumma mahilli haythu habastani. Pra ku ndodh pengesa o Allah, unë do çfarë? Do lirohem, do jemi lirë halal nga çështja e umrës e ihramit, nga çështja e ihramit. Qartë? Kjo është çështja tjetër. Çështja tjetër. Nëse ihrami do bëhet në Dhul Hulejfe, pra mikati i banorëve të Medinës, thot
këtu mund të falet para ihramit, thot farz apo nafile, pastaj e bën jetin. Ka ardhur nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam se ka thënë, më ka ardhur dikush prej Zotit tim dhe ka thënë, pra më erdhi prej Zotit tim dikush dhe më tha, falu në këtë lugind begat dhe thuaj umren hax. Pra, ky namaz është i veçantë vetëm për mikatin e banorëve të Medinës. Qartë sepse ka ardhur ky hadith. Ka ardhur hadith tjetër që është tokë begat. Pra, po tra namazi farzi, fale namaz farz. Po tra namazi farzit, mund falësh çfarë? Dy rekate. Fal sunet. Pse? Se ka ardhur ky hadith. Ka ardhur ky hadith. Thot, e parsore është që ihrami ti tjetë kur personi hipën mbi kafshën apo mbi mjetin e tij, siç ka ardhur hadithi nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam nga Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma, se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam pa e ka bën mjetin dhe ka thonë lebeka, thot kur u drejtua në mbi kafshën e tij. Pastaj thot shehu, nuk lejohet që ta kalosh mikatin pa ihram, sepse pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka caktuar këto mikate, thot dhe ka thënë ato janë për ta dhe për ata që vijnë që jo prej atyre banorëve, pra prej banorëve të tjerë që vijnë nga anë mban botës, për kur duan hax dhe umre, nuk lejohet ta kalosh pa ihram. Gjithashtu thot ka kaluar te temettu shehu këtu, ka kaluar te temettu. Sheikh Albani Allahu mëshiroft, mos i ka përmend çështën e kushtit, thot personi që e ka mikatin Dhul Hulejfe, që është mikati i banorëve të Medinës, është e pëlqyer që të falet në të, jo se ka lidhje me ihramin. Gjojeni mirë këtë. Pra nëse ti vjen nga i vend tjetër, nuk është që po bën ihramin duhet të falësh 2 rekat. S'ka argument për këtë. Vetëm kjo ndodh kur je mikatin e ke, pra për persona që shkojnë në Medinë, pastaj duan me ardh, pra në Mekë me bë umra apo hax, do qëndrojnë te mikati i Medinës, atëherë thot është e pëlqyer që të falen të, jo për shkak të ihramit, thot po për shkak këtij vendi që është i bereqetshëm, ka përmend hadithin që përmendi dhe Sheikh Abadi. Pastaj thot drejtohet nga kibla, këtu ka shtesa shehu, drejtohet nga kibla në këmbë dhe bën pra telbie, lebejk Allahumma me umre ose me hax dhe thot, pra ka ardhur ky transmetim gjojeni, thot Allahumma hadhihi hajja la riya fiha wala sum'a. O Allah, ky është një hax që nuk po e bëj për syfajsi dhe nuk më e bëj për të ngjuar. Çështja sinqeritet. O Allah, ky është një hax jo për të ngjuar, jo për të pa të tjerët, jo për syfajsi. Pastaj vjen çështja e telbies, thot shehu këtu, pra Sheikh Abadi thot, personi që është mutametti, ai do bëj thot ihram për umre nga mikati gjatë muajve të haxhit, do bëj tawaf, do bëj sa'i, do qethi ose do ruaj flokët e tij, pastaj lirohet, bëhet halal, pastaj bën ihram me hax, pra njetin për hax, ditën e 8 Dhulhijhes, i vepron veprat e haxhit dhe ai ka kurban i haxhit, pra që është çfarë? Një dele ose 1/7 e deves o 1/7 e lopës. Pra 7 haxhin mu theri një lop, 7 haxhin mu theri një deve. Qartë? Thot, nëse nuk e gjen, pra ky që është mutametti, atëherë agjeron 3 ditë në hax dhe 7 ditë kur kthehet në vendin e tij. Pra po zgjet e kurban, ke zgjedhjen tjetër, që është agjerimi. Agjerimi si është? 3 ditë kur je në hax, 7 ditë kur kthehesh, ka përmend ajetin e surës Bekara 196. Thot, kjo therje është obligim për atë që është mutametti. Ngjoni çështja e kurbanit tani, për mutametti dhe qarin. Thot, për atë që është mutametti, gjithashtu dhe ai që është qarin. Thot, dhe kjo therje është për lavdërim, për falënderim dhe lavdërim. Allahu xhelal, kuptohet. Jo për shlyrje, siç përmendëm për shembull të shlyerjet e më përpashme. Qartë? Thot, pra, do thot që ai falënderon dhe lavdëron Allahun xhelala që e ka kryer adhurimin e haxhit dhe umres në një udhtim të vetëm dhe nuk po shlyen ose pra një mangësi që i ka ndodhur gjatë haxhit apo umres. Pastaj ka përmendur si është lloji i qiranit. Unë po ja lexoj ngjë vëllëstemi. Këtë çështjen se normal ju më thoni që unë do bëj mutametti. Rregull, alhamdulillah, kjo është ajo që shpresohet për gjithë që ta bëjnë. Ama mund ndodhi çështja e qiranit edhe kur ti për shembull nuk do të bësh mutametti, ama s'do ti do kalosh qiran. Kujt i ndodh kjo zakonisht, mund të ndodhi çështja grave.
ose dikujt që mund t'i ndodhi një aksident rrugës, siç do ju lexojmë mbrapa. Thot, për sa i përket atij që është qiran, ai thot bën jetë për umre dhe haxh mikat, tani ca fjalë inshallah i kuptut, mikatin, tawafin, sa'in, që mos jo çdo herë unë t'i përkthej, pra të bëj ihram për umre dhe haxh mikat kur arrin Mekë, do bëj tawafin e fillimit dhe do bëj sa'in, Safa dhe Marwa, do qëndroj në ihramin e tij deri ditën e Kurban Bayramit. Do vazhdoj në ihram, jo si ai që është mutameti që mos i mbaroj umret të qeti flokët, kthehet pran halal nga ato gjëra që i kishte ndaluar. Ky do qëndroj në ihram deri ditën e Kurban Bayramit, pastaj do të bëhet halal. Pra nga ihrami i tij mbasi djuaj atë, pra atje ku gjuhen tek ajo e madhja, pasi gjuaj gurë tek ajo e madhja dhe të ruaj kokët ose t'i shkurtoj. Dhe ai gjithashtu ka kurban si ai që është mutameti. Tani çka kuptoni nga ajo fjala Sheikh Abadi? Që Sheikh Abadi thot, çfarë? Që ti të bësh halal te rasti i parë, lejimi i parë, duhet bësh dy gjona. Bësh dy gjona. Çfarë tha? Ta gjuash gurët dhe të shkurtosh ose të ruash flokët, kokën. Dhe gjithashtu thot ke edhe ti kurban. Kurse mufrit, ai që është ifrad, ai thot bën ihram mikat me haxh, i bot gjitha njësoj si ai që është qiran më përpara, por se ai që ka qiran ose qarin, ai ka kurban, kurse ky s'ka kurban. Pra ky është dallimi. Kur s'ka kurban ai që bë vetëm haxh. Qartë, thot, pastaj thot shehu, më i miri pra prej haxheve është tamattu, unë ja u thash për këtë, por se thot dhe këtë si dobi thot disa dietar kanë shkuar, pra kanë si mendim që është obligim. Tamattu është obligim, kurse shumica dietarëve thonë që s'është obligim, sepse Khulafa Rashidin Abu Bekri, Umeri, Uthmani radhiyallahu anhum pra bonin ihlal, e bonin jetin vetëm për haxh. Thot, do vazhdoj ky gjykim si për qiran, si për ifrad, thot se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, po ja lexoj për dobi këtë, ka lajmëruar se Isa alayhi salatu wassalam do vi, pra kur zbresi, sepse alhamdulillah Isa as e vran dhe as e kryzon, barrafahu Allahu ilayhi, ka ngrit Allahu lart, pra kur zbresi ai alayhi salatu wassalam në kohën e fundit, mbasi zbresi prej qiellit, ai thot do bëj haxh me një prej këtyre tre llojeve të haxhit. Këtë po ja lexoj për dobi, Pa ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, pash atë në dorën e cilit të shpirti im, do bëj pra Ibn Maryam haxh, thot haxhen au mu'tamiran, pra do bëj o haxh ose umre ose të dyja ato. Kjo është çështja, pra për sa i përket tre llojeve të haxhit. Tani kalojmë tek çështja e gruas me zakona ose me lehon. Edhe këtu do qëndrojmë pak, është e rëndësishme për gratë që ngjojnë, ta kemë parasysh se i shpjegohet se çfarë do veprojnë ato. Thot shehu këtu Allahu e shpërblet, thot: femra që është me zakone ose lehon, do kalojnë mikat. Pra, kur të bëj, thot, kur do haxh apo umre. Ngjojni tani çfarë do bëj? Thot, ata bëjnë njetin e hyrjes në adhurim. Pra do bëjnë njetin si çdo kusht tjetër. Njetin e hyrjes në umre, njetin e hyrjes në haxh, varet çfarë do më bëj ajo. Ama tani do bëjnë njetin e hyrjes, thot, në haxh apo umre, thot do ta bëjnë të njetë, do bëjnë pa çfarë bëjnë tjerët përveç çaj ndalohet grave, përveç tawaf. E normal ka dhe dithi siç dihet edhe ditët e tjera dhe namazi, kuptohet. Ama këtu nuk i lejohet tawafi. Thot sepse ato tawafin do ta bëjnë pasi janë pastruar dhe janë larg. Se hadithi Xhabrit i gjatë në mënyrën se si ka bëu haxhi pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, thot dolëm me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam derisa shkuam Dhul Hulejfa, Asma bintu Umays lindi Muhammed ibn Abi Bakr. Çunin e kujt? Abu Bekrit. Asmaja është gruaja e Abu Bekrit radhiyallahu anhu me xhmein. Dhe ajo çoi njerëz tek i dërguar Allahu sallallahu alaihi wasallam, pra unë jam lehon, ç'a të bëj? I tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam lau, pra i ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam lau dhe ruaju me një rrobë dhe bëj ihram. Kurse Aisha radhiyallahu anha boni ihram me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam për umre. Në haxhin e lamtumirës i erdhën zakonet, thot, pra para Mekës, para se të arrin Mekë. Pra kemi këtë grua që u bë lehon mikat, kurse çfarë? Aisha radhiyallahu anha boni njetin për umre, por se i erdhën zakonet para
para se të shkojnë Mekë. Qa i tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam asaj? Thot e urdhroi pejgamberi sallallahu alaihi wasallam atë që të bëj ihram me haxh. Pra, ketë njetin e haxhit dhe ç'a bëhet tani? Bëhet karina. Nga temetua isha kalojnë në Qiran. Shifë si u ndryshon njeti, lejohet këtu. Pra sepse ajo s'ka mundësi, nuk mund pastrohesh para çfarë? Para qëndrimit njerëzit në Arafat, para se qëndrojnë njerëzit në Arafat. Qartë, pra kalon, bëhet Qiran, pra fut njetin, bën njetin e haxhit, i ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam asaj, bëj çdo gjë që bën haxhiu përveç se tawafit rreth Ka'bes, derisa të pastrohesh. Pra çfarë po thotë shehu këtu testimi? Dhe ta dim, ta ngjojnë dhe motrat që dëgjojnë mësimin. Pra është duke thonë, nëse gruaja është lehon ose është me zakone gjatë, pra kur është mikat, do e bëj njetin normal dhe do bëj çdo veprim përveç kujt? Përveç tawaf. Dhe përmend dy hadithet. Një rast kur ka ndodhur lehonia, një rast kur ka ndodhur zakone. Kur ka ndodhur zakone tani para se çfarë? Para se se të hynë Mekë dhe nuk ka pas kohë për t'u pastru para ditës Arafatit, atëherë ç'a bën? Bën njetin Qiran. Bashkon umren me haxhin. Bashkon umren me haxhin. Pra Aisha radhiyallahu anha ka bë dhe umre dhe haxh. Atë që ka dash me bë mrapa ka dash nga që nuk ka bë umre veçantë, ka dash të bëj një umre mbas haxhit. Ju lexoj nga Sheikh Bin Bazi, ju lexoj nga Sheikh Uthemini që inshallah të sqarohet kjo çështje grave. Sheikh Bin Bazi thot, Allahu më shiroft, nëse femra është me zakone ose i ka ardhur lehona, pasi ka bërë ihram me umre, thot nuk mund të bëj tawaf dhe as safa mund të bëj sajin me safa dhe merves derisa të pastrohet. Kur të pastrohet, atëherë thot bëj tawaf, atëherë të bëj saj, atëherë të shkurtoj flokët. Shkurtimi i flokëve do të sqaroj, femrat kanë diçka tjetër, nuk janë si meshkujt. Femrat shkurtimin e kanë sa pjesa, pra siç janë këto ndarjet e gishtit, një prej këtyre ndarjeve. Thot zakonisht Sheudhemin thot afërsisht 2 cm. Pra i kap flokët e saj dhe shkurton prej flokëve të saj ose gërshetave të saj 2 cm. Sa një ndarje e gishtit, qartë? Thot, pra atëherë thot kur pastrohet, bën tawaf, bën saj, shkurton flokët e saj edhe e ka plotësuar umren e saj. Nëse nuk pastrohet para ditës Tarwiye, që është dita e 8, atëherë thot, bën ihram me haxh, aty ku është, ku qëndron dhe del me njerëzit Mina, dhe atëherë me këtë gjë që bëni, ajo është ka bë Qiran, është karina. Pra mes haxhit dhe umres, pra ka bashku mes haxhit dhe umres, bën gjithçka që bën haxhiu, qëndron në Arafat, gjuan gurët, qëndron Muzdelife, Mina, bën kurban, shkurton flokët, gjitha këto i bën ajo. Pra alhamdulillah ky është lehtësimi, thjesht është ndaluar vetëm nga tawafi. Çështja e tawafit është ndaluar. Normal, namazin e ka qartë që namazi pse nuk është vetëm namazi nuk ka ndaluar vetëm tu, ka çdo vend. Ama për sa i përket umres ka çështjen e umres dhe haxhit, ka çështjen e tawafit. Thot pra i bë gjitha, ama atëherë ç'a bën kur të pastrohet do bëj tawaf, do bëj saj në Safa dhe Marwa, një tawaf dhe një saj. I vlen edhe për haxhin dhe për umrën. Se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i ka thënë Aishës, pra bëj çdo gjë që bën haxhiu përveç se të bësh tawaf në Ka'be derisa të pastrohesh. Kur kjo grua godet gurën ditën e kurbanit, i shkurton flokët e saj, i lejohet asaj gjithçka, pra prej gjërave ndaluara gjatë ihramit, përveç burrit saj, derisa ta plotësoj haxhin e saj, pra siç janë gratë e tjera të pastra. Kur të bëj tawaf, të bëj saj, pasi është pastruar, i lejohet dhe afrimi tek burri i saj. Kurse shehu Themini thot, keni parasysh se shumë gjëra ndodhin, a? Pra shumë njerëz janë me bashortet e tyre, ndoshta janë me motrat e tyre, e tjera me radhë, ndodhin, pra kanë ikë atje në umre, mund të jenë për shembull atje në Ka'be dhe thot unë tani jam kështu, ç'a të bëj? Ne po themi se ç'a të bëj që nga momenti i ihramit, përmendëm çështjen e kushtit. Për gratë, ta kem parasysh motrat, përmendëm çështjen e kushtit. Tani përmendëm nga momenti i ihramit deri te momenti i fundit të haxhit. Kur të vinë para, kur të vinë mrapa, pra po i sqarojmë gjitha që të jenë qarta. Qartë, mos bëjnë adhurime pa dije. Kemi thënë kush e di sa herë, që dija është para fjalës dhe
dhe veprës. Sqaron Sheikh Uthemini, Allah më shërof dhe është përblef thot. Qëllimi me femrën këtu pra kur i vijnë zakonet është ajo femër që bën mutamette, pra që ka bërë umrën. Thot, ajo ka që për shembull, po jep shembull, ka arritur Mekë ditën e 5 Dhulhijhes. I vijnë zakonet, ndërkohë që adeti zakoni i saj është 6 ditë. I bi që kur bastrohet ditën e 11, dita 11 Arafati ka hik dhe ne thëmë që haxhi është Arafati, tiku Arafati, haxhi tiku. Pra kjo i bi thot pastrohet ditën e 11, pasi ka hik thot qëndrimi në Arafat. Pra ajo nuk mund të bëj tawaf, nuk mund të bëj saj. Thot dhe të mbaroj umrën e saj. Çfarë i themi kësaj femre? I themi e ke obligim të bësh ihram me haxh dhe do bësh qarina. Thot sepse kshu e urdhoi pejgamberi sallallahu alaihi wasallam Aishën kur asaj erdhë zakonet Serif, në Serif është vendi para se të hynte në Mekë. Çfarë kuptimi ka? Kjo e ka obligim të bëj ihram haxh thot. Pra ta futet haxhi, bashkohet haxhi me umrën, jo ta prishi umrën. Nuk është prishje umre, sepse po ta prishi umrën, haxhi thot bëhet ifrad. Jo, kanon qarine, pra i bashkot të dyja, i ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam asaj, tawafi që ti do bësh në Qabe dhe në Safa dhe Marwa, të mjafton për haxhin dhe umrën tënde. Të mjafton për haxhin dhe umrën tënde. Thot shehu, sepse obligimi këtu i haxhit është sa më shpejt, nëse ajo nuk bën ihram me haxh, i ikën haxhi këtë vit. Ka merr shembull tjetër, ngjoni shembull tjetër. Allahu na rujt. Një person i thot i prishet makina, pasi ka bërë ihram me umre. Thot, ky person nuk mund të arrijë Mekë, thot vetë se për shembull mbas qëndrimit të Arafatit. Atëherë ne i themi këtij, bëj njetin për haxh dhe bëhesh çfarë? Bëhesh qari. Rasti tjetër, që nuk është femër. Mund të jetë mashkull i prishet makina, nuk mund të arrijë, ka probleme rrugës e tjera me radhë, nuk mund të arrijë vetë se mbasi të ketë mbaruar Arafati, edhe ky kalon nga Temetto kalon në Kiran. Nga Temetto kalon në Kiran. Tani jep ca shembuj shehu, janë shembuj sharus. Thot, nëse femra bën ihram me umre, Temetto, thot, bën tawaf dhe pas tawafit i vijnë zakonet, edhe kjo është e rëndësishme. Pas tawafit i vijnë zakonet, thot, tani thot fahadi, kjo nuk mund ta bëj ihramin me haxh tani, sepse prej kushti që ti ta fusësh haxhin në umre është para tawafit. Por se kjo do të bëj sa'i duke qenë me zakona, sepse sa'i nuk ka si kush pastërtin. Për çfarë do bie merrni këtu? Që mund bëj sa'i me Safa dhe Marwa, femra që është me zakona, vetëm tawaf, se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë që vetëm tawaf mos bëj. Sa'i mund bëj thot. Pse? Se nuk është kush pastërtia, pra që ti je pastër për sa i përket sajit. Mund bëj sajt xhunubi, ajo që është me zakona, ai që s'ka abdes, por se me pastërti, me abdes është sa më mirë, ti je i pastër, është sa më mirë. Dhe ti je i lartë në rastin e xhunubit të tjerë. Thot, sepse gjithë adhurimet është mirë ti kryesh duke qenë i pastër. Nëse i vjen vakti, koha e haxhit dhe ajo nuk është pastruar, atëherë thot bën ihram dhe me haxh nuk e ndalojnë zakonet nga ihrami. Përmend hadithin e Esmas. Pastaj thot, mirë, po nëse i vjen zakonet gjatë tawafit, nuk e plotson tawafin. Del nga tawafi dhe bën ihram me haxh. Nëse ka frikë se i humb haxhi, sepse ajo nuk mund ta plotsoj thot tawafin duke qenë me zakon. Mirë, nëse i prishet abdesi gjatë tawafit, po ti jep shifre, sheku po ti jep çështje njëra pas tjetrës me të sqaruar. Ti keni parasysh. Këtu ka diskutim mes dietarëve, thotë fjala e parë është që tawafi të prishet, e ka obligim të marrë. Kjo nuk është vetëm për, kjo çështja e fundit është edhe për meshkujt, është për gjithë. Pra, a është kusht që ti kur të bësh tawaf, ti jesh me abdes apo jo? Ky është diskutimi mes dietarëve. Thotë fjala e parë e dietarëve, kjo është fjala e Lexhnes, kështu përgjigjen shebin bazë të tjerë me radhë, thonë tawafi të prishet, e ke obligim të marrësh abdes dhe ta fillosh tawafin nga fillimi. Dhe unë këshilloj që robi gjithmonë që të bëj tawaf, të jetë me abdes që dalë nga ky ndërshtim i dietarëve. Fjala e dytë, thotë e plotson tawafin, nuk ka problem. Kjo është fjala më e saktë që nuk është kusht pastërtia pra për tawafin, pastërtia pra që nga hadethi i vogël, pra që ti jesh me abdes, thotë sepse nuk ka një argument sakt dhe qartë. Kjo është gjithashtu zgjidhja, ajo që ka zgjedh është zgjedhja e Sheikhul Islam Ibn Taymija, Allahu më shërof. Pra, e mira, këshilla është që robi të jetë gjithmonë me abdes kur bën tawaf. Ama
Kjo dhe fjala e Sheikh Uthayminit dhe Sheikhul Islam është e fortë. Sidomos kur thotë Sheikh Uthaymin edhe herë kur ka zahmet madh, ka popull të madh, ka shumë njerëz, imagjino domethënë që ty të prishet abdesi, do kalosh gjithë atë zahmet të madh etj me radhë, atëherë kjo fjalë e Sheikhul Islam edhe Sheikh Uthayminit, pra shpresoj që inshallah nuk ka problem. Qartë? Unë ju këshilloj që të jesh gjithmonë me abdes. Ta mbyllim me çështjen e funit dhe vazhdojmë herë tjetër inshallah. Thot Sheikh Abadi, nga që Aisha radiallahu anha nuk pati rastin që të bënte një umre të veçantë për shkak të zakoneve, kërkoi prej pejgamberit sallallahu alaihi wasallam që të bënte një umre pas haxhit, sepse ajo i bashkoi të dyja. Umre të veçantë është ai që bën mutametti, ajo se pati këtë mundësi. Tani kërkon pejgamberit sallallahu alaihi wasallam gjoni çka ka ndodhur, se kjo përmendet shpesh, shifeni se çka ka ndodhur. Thot, e urdhëroi pejgamberi sallallahu alaihi wasallam vllajën e saj Abdulrahman ibn Abi Bekr, pra e ka pas vëlla radiallahu anhum, që të shkonte te Naim, që është vendi më i afërt pra i daljes nga haremi, te Naim, thot dhe bëri umre prej te Naimit. Ai ose ajo që i ndodh, siç i ka ndodhur Aishës radiallahu anha, mund bëj ajo një umre pas haxhit. Po ndodhi si Aisha, mund ta bësh. Ama thot ajo që bëjnë sot disa haxhin, që vërtiten, ikin mes Mekës dhe këtij vendi duke bë umret, pra shumë të numërta, atë një pas njëshme, thot nuk është diçka që duhet me u bë. Sepse pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kur i dha leja Aishës radiallahu anha për umre, ai u ul duke qëndruar ose priti, ai dhe shokët e tij që ajo të mbaronte nga umra. Nuk i orientoi shokët e tij që shkonin të bënin umre si umra e Aishës radiallahu anha. Ngjoni argumentimin? Thot, sidomos kur si pasojë e kësaj vjen zahmet i madh, njerëz pra që të kanë shumë, fillon dhe i ngushton ata që bëjnë tawaf dhe ata që bëjnë saj. Dhe gjitha umret e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam i ka bërë duke hyrë në Mekë. Ta mbyllim me fjalën e Sheikh Uthayminit rreth saj. Pra rreth tyre umrave, ka fjalë shumë dietarësh, po unë zgjodha këto të dyja. Ajo që bëjnë disa njerëz tani, që shkojnë dhe vinë, pra nga vendi që pra te Neimi, ose në vend tjetër që është jashtë haremit, dhe bëjnë umre në fillimin e ditës, pastaj bëjnë një umre tjetër në fundin e ditës, është transmetuar nga ata, rahimahullah, pra ata ka qenë dietar i madh, pra që në kohën e tij, nëse zgabohem halifja ose i pari muslimanëve, i jepte leje vetëm atij që t'i jepte fetva rreth haxhit. Pra imagjino çfarë pozite ka pas, rahimahullah, thot e ka pyet ata për këtë dhe ka thënë unë nuk e di këta as problem, a marrin gjunaf. Gjithashtu thot ka dëme të kjo, sidomos rastet kur janë to rasti haxhit e tjera më radh, është diçka e dukshme. Pse? Se do ngushtojnë haxhin, do lodhin veten e tyre dhe do bëjnë dhe gjëra të çuditshme. Ka treguar rast sheku që ka pa. Kam pa një person thot, pra një burr duke bërë saj, kishte ruajtur gjysmën e kokës dhe kishte lënë gjysmën tjetër. I thot çfarë duke bë? Tha mu kjo është umre. Pra kjo është umra që kam bë dje, kurse këtë pjesën do e ruaj për umren e sotme. E gjitha kjo thot është ignorancë. E gjitha kjo është loj prej shejtanit. Prej fajdeve, prej dobive të haxhit është që njerëzit mësojnë njëri tjetrin. Prandaj duhet që nxënësit e dijes të mundohen që t'i mësojnë njerëzit dhe t'i thonë që kjo nuk është e legjëruar dhe thot hadithin laqad kana lakum fi rasulillah uswatun hasana. Pashallahu me siguri ka qenë për ju tek i dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam shembulli më i mirë. Qartë, kemi ndalu këtu, vazhdojmë nga këtu dhe më mbrapa, pra me veprimet e haxhit pra herës tjetër. Subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Edhe juve të gjithë.